Shqipëria po merr pjesë në panairin ndërkombëtar të pasurive të paluajtshme që po zhvillohen në qytetin francez të Cannes, ku prezantohen projekte të shumta zhvillimi me synim tërheqjen e investitorëve të huaj. Në këtë event që konsiderohet një nga më të rëndësishmi në botë për industrinë e pasurive të paluajtshme dhe zhvillimin urban, marrin pjesë mbi 20.000 profesionistë nga më shumë se 90 vende. Shqipëria përfaqësohet nga Agjencia e Zhvillimit të Territorit, e cila në pavionin shqiptar prezanton mbi 80 projekte zhvillimi, një pjesë e madhe të cilave janë të përqendruara në zonat bregdetare. Pavioni shqiptar me emrin Soundscapes of Albania përfshin gjithashtu rreth 20 makete arkitekturore që paraqesin konceptet kryesore të projekteve. Mes zhvillimeve të prezantuara spikasin edhe projektin në bregdetin e Vlorës, si Vlora Marine, Marina Auricum, Luzaj Towers dhe Vlora Old Beach, të cilat synojnë transformimin e vizë bregdetare dhe rritjen e kapaciteteve turistike të qytetit. Në këtë panair prezantohet e projekti Regina Altera Residence, një zhvillim rezidencial i promovuar nga Regina Group, i cili synon të ndërthurë arkitekturën moderne me potencialin turistik të zonës së Vlorës. Projekti parashikon krijimin e një kompleksi rezidencial bashkëkohor të orientuar drejt investimeve në turizëm dhe jetesë pranë Bregdetit, duke reflektuar trendin e ri të zhvillimit të rezidencave turistike në Shqipëri. Pjesëmarrja në këtë panair synon të rrisë interesin e investitorëve të huaj dhe të pozicionojë Shqipërinë si një destinacion në rritje për investime në turizëm dhe pasuri të paluajtshme.